Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari i Kuvendit të Republikës Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi firmosi 11 janarin si datë për zgjedhjet lokale për 4 komunat: Gostivar, Mavrov, Rostush, Vrapçisht dhe Qendër Zhup. Në 19 tetor, në raundin e parë të zgjedhjeve lokale në këto komuna nuk pati dalje të mjaftueshme të qytetarëve. Pritet që Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve të fillojë përgatitjet për votimin e përsëritur në këto komuna. Nënkryetari BDI-s Arber Ademi vlerëson se përzgjedhja e kandidatëve për kryetar të komunave nga Aleanca Kombëtare për Integrim nuk ka të bëjë me humbjen në zgjedhjet lokale. Për rezultatin Ademi fajsoi partitë në pushtet, respektivisht VMRO, DPMN dhe Vlenin, për siç thot ai, me një plan të realizuar në mënyrë sistematike. Këta të Vlenit kanë patur vetëm rol epizodik për të dëmtuar organizimin e shëndosh politik të shqiptarëve dhe për të mos pat një përfaqësim dinjitos politik, një përfaqësim të fuqishëm, po përkundrazi që të realizohet një asimilim politik i shqiptarëve në vend. Sa i përket BDI-s, Ademi tha se deri më 20 dhjetor pritet të mbahet kongresi i partisë. Po të gjitha informacionet të cilat do t'i kemi do t'i ndajmë me ju dhe me mbar me kohë. Brenda BDI-s po punohet që të kemi një kongres jashtëzakonisht suksesshëm i cili do të përkojë me kërkesat e qytetarëve. Ishte Arber Ademi nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti apelon që Shkupi dhe Prishtina të ndjekin rrugtimin e Shqipërisë për integrim. Përmes rrjeteve sociale, Ali Ahmeti nënvizoi se Shqipëria arriti që për 12 muaj të hap kapitujt negociues të ndarë në 6 grup kapituj që në vetvete përbën rekord të mbreslënës. E ardhmja europiane është rruga e vetme për shqiptarët dhe për të gjithë të tjerët të Ballkanit Perëndimor. Maqedonia e Veriut dhe Kosova duhet të ndjekin hapa dhe të bashkangjiten për kushtimit të Shqipërisë dhe të Malit të Zi për të integruar në Bashkimin Evropian me angazhim konkret në tejkalimin e sfidave përpara nesh, apelon Ali Ahmeti. Arritje e jashtëzakonshme, një bravo e madhe për Shqipërinë, e komentoi kryetari i BDI-s hapjen e të gjithë grup kapitujve për anëtarësim. Koalicioni Vlen në Maqedoninë e Veriut akuzon ish pushtetin BDI-LSDM se kanë keq përdorur kalimin e ligjeve me të ashtu quajturin flamur europian. Nga Vlen thonë se në maskën e harmonizimit me BE-n, ata votuan ndryshime në kodin penal. Sipas shumicës në pushtet, kodi i ri penal nuk është ligj për standarde europiane, por ofertë amnistie për kapjen e shtetit e nënshkruar nga BDI në emër të shqiptarëve por në interes të Gruevskit, Mjallkovit dhe klikave që kanë plaçshkitur edhe shqiptarët dhe Maqedoninë e Veriut. Sipas Vlen, prioritet është një sistem penal që mbron qytetarët dhe drejtsin, jo ata që për vite të tëra e përdorën ligjin për të pastruar vetveten nga skandalet. Aleanca për shqiptarët e Ziadin Selës kërkon ndarjen nga arreshtimi në koalicion me BDI-n. Pas mbledhjes së kryesisë u vendos që të veprohet në mënyrë autonome. Krahas asaj, paralajmërohet se edhe në kuvend do të fillojë procedura që grupi i tyre parlamentar të veprojë si i pavarur. Në njoftimin për media thuhet se ky vendim erdhi pasi u diskutua situata politike aktuale, procesi dhe epilogu zgjedhjeve lokale si dhe hapat e mëtejshëm të subjektit të tyre politik. Pas diskutimeve përmbajtësore dhe shumë të rëndësishme, antarët e kryesisë në mënyrë unanime sollën vendimin për veprim autonom të Aleancës për Shqiptarët, ndërsa ditëve në vijim deputetët e Aleancës për Shqiptarët do të procesojnë në kuvend dhe vendimin për veprim si grupi pavarur, thuhet në reagim. Megjithatë, ata shtojnë se do të mbeten në opozitë dhe kanë zbuluar 3 shtyllat përcaktuese të tyre. Aktualitet. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut kërkon sërish shkarkimin e prokurorit publik Ljupço Koçevski. Në intervistë televizive, Istra Mickovski deklaroi se as ai personalisht dhe as opinioni publik nuk janë të kënaqur me punën e tij dhe rrjedha logjike e ngjarjeve do të ishte shkarkimi. Kur flasim dhe kur ju them se nuk jam i kënaqur as unë personalisht, as opinioni nga puna e prokurorit publik, atëherë pasojë logjike për një deklaratë të tillë publike është shkarkimi i tij, shumë e qartë, theksoi Mickovski. Ai shtoi se qytetarët në mënyrë të njëzënshme mendojnë se Koçevski nuk e kryen punën e tij mjaft mirë, pavarësisht se buxheti që merr institucioni i tij është më i lartë se në 75% të vendeve të Bashkimit Evropian. Prokurori publik i Republikës Maqedonisë së Veriut reagoi pas thirrjeve të kryeministrit Maqedonisë për shkarkim nga detyra. Kreu i akuzës Ljupço Koçevski reagoi masat që janë marrë për një nga ngjarjet më të rënda që tronditën vendin, si zjarri në diskotekën Puls në Koçan.
Sipas kryeprokurorit, pritet një procedurë transparente dhe dinamike e gjykimit. Koçeski tha se për këtë ngjarje janë përmbushur të gjitha kushtet, janë angazhuar disa prokurorë shtesë në mënyrë që procedura nga Prokuroria Publike të mos vonohet. Ekipi prokurorëve publik vendosi të zhvillojë një procedurë kundër të gjithë të akuzuarve dhe besoi se kjo është zgjidhja më e përshtatshme, sqaroi për mediat prokurori publik i Republikës Maqedonisë së Veriut, Lupço Koçeski. Nga zjarri në Koçan humbën jetën 63 persona, shumica prej tyre të rinj, dhe rreth 200 të tjerë mbetën të plagosur. Me rastin e shënimit të ditës së Kushtetutës Maqedonisë së Veriut, 34 vjet nga miratimi i saj, kryetari i gjykatës kushtetuese Darko Konstantinovski përmes një videofjalimi u bëri thirrje të gjithë qytetarëve të jenë besnik ndaj Kushtetutës dhe të përmbushin detyrën e tyre ndaj dheut. Почитувани граѓани, по повод 17 ноември, денот кога пред 34 години е донесен Уставот на Републиката, ве повикувам да му бидеме лојални на Уставот. Me rastin e 17 nëntorit, ditës ku miratua Kushtetuta e Republikës 34 vjet më parë, ju bëj thirrje që të jeni besnik ndaj Kushtetutës, është detyra jon. Forca e Kushtetutës qëndron tërësisht në përkushtimin e çdo qytetari për ta mbrojtur atë. Vetëm nëse secili prej nesh e ndjen këtë detyrë, të drejtat kushtetuese do të mbrohen, tha Konstantinovski. Ai theksoi se ndërtimi i një shteti ligjor sot përfaqëson një akt patriotizmi suprem dhe dashurie për vendin e vet, si dhe mënyrën më të sigurt për të ruajtur besën e paraardhësve dhe për të siguruar një të ardhme për trashëgimtarët në një shtet të lirë, demokratik dhe të begat. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Mihalis Rokas, kërkoi nga deputetët korrigjimin e propozimit buxhetit në fushën e gjyqësorit dhe investimeve të nevojshme. Pasi paraqiti raportin ndaj deputetëve, Rokas kërkoi konsensus përveç reformave të nevojshme edhe për ndryshimet kushtetuese. Paraqitja korrespondon me përgatitjet për buxhetin e shtetit për vitin 2026 dhe është kyçe që të zbatohen rekomandimet e raportit dhe të përmbushen prioritetet e vendosura në agjendën reformuese, veçanërisht për funksionimin e institucioneve gjyqësore ku vuajmë nga mungesa kronike e investimeve dhe nga pagat e ulta. Për fat të keq, këto gjëra nuk janë paraparë në buxhet deri tani. Nuk ka asnjë progres në studimin e ligjit dhe asnjë progres në luftën kundër korrupsionit, tha ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Mihalis Rokas. Ekonomi. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut vendos 18% tatim mbi vlerën e shtuar për porosit deri në 22 euro nga dyqane të lajnë jashtë vendit si Temu, Shein dhe AliExpress. Pro ndryshimeve ishin 59 deputet, ndërsa 12 ishin kundër. Praktikisht kjo do të nënkuptojë një rritje të çmimit për porosit deri në 22 euro, të cilat deri tani nuk ishin të tatueshme. Zëvendës ministri i financave, Nikolçe Jankulovski, tha se qëllimi është të mbrohen tregtarët e vegjël vendas. Sipas tij, arsye kryesore për këtë ndryshim është krijimi një kornize më të qartë ligjore, parandalimi i abuzimeve dhe pozita më e drejtë dhe e barabartë e bizneseve të vogla në Maqedoninë e Veriut krahasuar me ato jashtë vendeve për pagesën e TVSH-s. Këto masa ka marrë dhe Serbia e Mali i Zi, ndërsa në Shqipëri ndryshimi është në procedurë. Buxheti i vitit të ardhshëm në Maqedoninë e Veriut nuk ndan qartë as mjetet që do të duhet të ishin ndarë për kampusin e Universitetit Nën Tereza. Në të parashikohet qartë ndërtimi i Fakultetit të Shkencave Informatike dhe Inxhinierisë Kompjuterike, si dhe i Fakultetit për Kulturë Fizike, por jo dhe investime shtesë me të cilat do të fillonte realizimi i asaj që është premtuar. Qeveria në Shkup miratoi vendimin për ndërtimin e kampusit universitar në Tereza më 3 shtator 2024 me një vlerë prej 34.5 milion eurosh. Në tetor të këtij viti, zëvendës kryeministri Zet Mexhiti tha se Ministria e Transportit kishte miratuar kalimin e tokës në pronësi të universitetit, me të cilën sipas tij praktikisht fillonte realizimi i projektit. Buxheti për vitin e ardhshëm në Maqedoninë e Veriut zvoglon fondet edhe për Agjencinë e Zbatimit të Gjuhëve. Ky organ do të ketë ardhura prej 5 milion denarësh më pak se sa në vitin 2025. Inspektoriati për zbatimin e gjuhëve, tashmë si organ në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, edhe pse vazhdimisht ka kërkuar rritje të buxhetit për të shtuar stafet, nuk do ta marrë atë as vitin e ardhshëm. Në 2026, inspektoriati do të ketë 275.000 denar më pak. Rritje të dukshme në buxhet ka Universiteti i Tetovës me 400 milion denar. Ministri i Transportit në Maqedoninë e Veriut, Antoni Nikolovski, premton ndërtimin deri në vitin 2028 të autostradës Prilep-Manastir. Përmes rrjeteve sociale ai publikoi video nga ndërtimi. Progresi i fuqishëm në ndërtimin e autostradës Prilep-Manastir po vazhdoi me planin autostradë nga Prilepi deri në Manastir deri në vitin 2028, shkruan zëvendës kryeministri Nikolovski. Sinjale pozitive vijnë nga Sofia për Shkupin. Një javë përpara e komentoi Spas Tashev nga Akademia Bullgare e Shkencave marrëveshjen për ndërtimin e korridorit të 8. Marrëveshja u nënshkrua në fillim të muajit në gjuhë shef nga zëvendës kryeministra dhe ministrat e transportit të Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut, përkatësisht Grozdan Gradshov dhe Aleksandr Nikolovski. Megjithatë, eksperti nuk fsheu skepticizmin e tij dhe theksoi se tuneli e kurridorit ndërkufitar ka më shumë se 100 vjet histori. Jo vetëm BE-ja, por dhe pjesa juglindore e NATO-s është e interesuar për të,
shtoi eksperti i Akademisë Bullgare. Qëllimi i bashkëpunimit ndërmjet Republikës Maqedonisë së Veriut dhe Gjermanisë, sfidat rajonale aktuale dhe mundësitë për nisma të reja të përbashkëta ishin në thelb të bisedimeve në takimin ndërmjet kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Hisra Mickovski me ministrin gjerman të punëve të jashtme Johan Vedelful. Shefi i diplomacisë së Gjermanisë është duke zhvilluar një vizitë pune në kuadër të turit në vendet e Ballkanit Perëndimor. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.